Shembjet masive të ndodhura në disa segmente të rrugës nacionale Maliq-Lozhan-Moglic kanë krijuar vështirësi serioze për qarkullimin e automjeteve. Situata paraqitet më problematike në dalje të Lozhanit, ku përveç rrëshqitjes së dherave dhe shkëmbinjve, janë konstatuar edhe dëmtime të rënda në bazamentin e rrugës. Në disa pjesë të aksit kalimi realizohet vetëm me një korsi, ndërsa angushtimi i rrugës dhe dëmtimi i strukturës së saj e bëjnë lëvizjen të rrezikshme për drejtuesit e mjeteve. Ndodhemi në rrugën Lozhan-Moglic, ku ende nuk shihet asnjë ndërhyrje nga autoritetet për të normalizuar situatën e shkaktuar në disa segmente të këtij aksi për shkak të shkarjes së rrugës. Sipas burimeve nga Bashkia e Maliqit, para disa ditësh ekspertë autoritetit rrugor shqiptar kanë shkuar në teren duke marrë disa mostra të tokës për studimin gjeologjik dhe vetëm pas këtij studimi do të vendoset se çfarë masash konkrete do të merren për të normalizuar situatën në këtë aks rrugor. Ajo është një rrugë në administrimin e autoritetit rrugor shqiptar. Në dinin ton dhe nga ajo që kemi konstatuar në teren, janë disa probleme që autoriteti rrugor me firmën nënkontraktore kanë qenë në teren duke marrë mostra me disa sondime që kanë kryer në ato pjesë të rrugës të dëmtuara dhe besoj që do rifilloj puna për riparimin e atyre 2-3 pjesëve ku ka pasur probleme rruga Maliq-Lozhan. Pritet që ndërhyrjet të jenë të thelluara për riparimin e dëmeve të shkaktuara, si dhe për menaxhimin e ujrave që zbresin nga mali, të cilat kanë ndikuar në përkeqësimin e gjendjes së rrugës. Autoritetet u bëjnë apel drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes në këtë aks rrugor.